Vijojnë kontrollet për ndalimin e tregtimit të kundërligjshëm të lëndëve piroteknike në prag të festave të fundvitit. Sekuestrohen 179 copë lëndë piroteknike, fishek zjarre, të ndaluara për tregtim. Në kuadër të zbatimit të planit të masave për parandalimin dhe goditjen e tregtimit të kundërligjshëm të lëndëve piroteknike në prag të festave të fundvitit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare, kanë intensifikuar kontrollet në subjekte tregtare. Si rezultat, gjatë kontrollit të ushtruar në një subjekt tregtar me aktivitet ushqimore në lagjen Pavarësia, u konstatuan 179 copë lëndë, fishek zjarre, të cilat mbaheshin për tregtim të poligjshëm. Lëndët plasë u sekuestruan në cilësinë e provës materiale dhe nisi procedimi penal për shtetasen DK, 31 vjeçe, banuese në Vlorë. Kontrollet për parandalimin e tregtimit të kundërligjshëm të lëndëve piroteknike do të vijojnë në të gjithë territorin e qarkut Vlorë.